Përshëndetje miq. Dua t'ju tregoj një realitet i idhur që po ndodh në Shqipërinë tonë. Ndodhem në Korçë dhe dua t'ju tregoj pak fshatrat e Korçës dhe popullsia që jeton në këto fshatra. Po e nisim me fshatin e parë, që quhet Rëmbec. Po ju tregoj pak fshatin se sa i madh është, edhe se sa popullsi ka brenda. Që kështu po ju tregoj fshatin nga jashtë. Dhe tani po futemi në fshatin Rëmbec. Ky është realiteti i idhur, ky është problemi më i madh që po i ndodh Shqipërisë. Këta njerëz jetojnë vetëm me tokat, me grurin, me prodhimin e tokës, që shteti nuk i ndihmon absolutisht, që e marrin prodhimin dhe e hedhin në kanal sepse i kalbet. Nëse do shikoni 5 njerëz në gjithë fshatin, janë shumë. Prandaj këtu jemi në Rëmbec. Përshëndetje miq. Dua t'ju tregoj një realitet i idhur që po ndodh në Shqipërinë tonë. Ndodhem në Korçë dhe dua t'ju tregoj pak fshatrat e Korçës dhe popullsia që jeton në këto fshatra. Po e nisim me fshatin e parë, që quhet Rëmbec. Po ju tregoj pak fshatin se sa i madh është, edhe se sa popullsi ka brenda. Që kështu po ju tregoj fshatin nga jashtë. Dhe tani po futemi në fshatin Rëmbec. Ky është realiteti i idhur, ky është problemi më i madh që po i ndodh Shqipërisë. Këta njerëz jetojnë vetëm me tokat, me grurin, me prodhimin e tokës, që shteti nuk i ndihmon absolutisht, që e marrin prodhimin dhe e hedhin në kanal sepse i kalbet. Nëse do shikoni 5 njerëz në gjithë fshatin, janë shumë. Prandaj këtu jemi në Rëmbec.